Nga Elton Qyno. Nuk kam asnjë lidhje me vrasjen e Mondi Mohallës. Unë kam mbajtur makinën Audi për ta shitur. Makinën ja kam marrë Gjino Agos, por këtë mjet unë ja kam lënë 3 personave ku njëri prej tyre ishte Armando Kola Galaçi, me të cilin kam njohje. Kështu ka deklaruar në policinë e Elbasanit Naldi Gjini, personi i parë që u ndalua nga policia si i dyshuar për vrasjen e Mondi Mohallës alias Hyka në Elbasan. Për shkak se Gjini ka bashkëpunuar, policia dhe prokuroria e Elbasanit nuk e kanë proceduar atë. Mësohet se bashkëpunimi i Naldi Gjinit ka qenë tek procedura për paraqitje për njohje të personave të dyshuar. Naldi Gjini është përballur në polici me fotografitë e disa personave, ku mes tyre ai ka njohur Armando Kolën, Nevzat Spahiun dhe Marcelo Aranin, si 3 njerëzit që kishin qenë së bashku kur ai i kishte lënë makinën. Gjini ka vendosur gishtin tregues tek fotot e 3 personave, çka bëri që policia kriminale e Elbasanit më pas të nisë kërkimet për gjetjen e tyre. Marcelo Arani është identifikuar edhe nga një kamerë e një garazhi në zonën e 21 Dhjetorit në Tiranë, teksa përdorte makinën tip Audi që u përdor në vrasjen e Mondi Mohallës. Ndërsa pamjet filmike janë të qarta, policia gjatë këtyre ditëve nuk ka mundur të lokalizojë dhe arrestoj Marcelo Aranin, i cili është dukur duke thyer edhe masën e sigurisë arrest shtëpie që kishte marrë nga gjykata e Elbasanit për akuzën e pastrimit të produkteve të veprës penale. Në kërkim vijon të jetë edhe Laçiani Armando Kola, kurse i vetmi person që ka identifikuar përmes fotografive Naldi Gjini dhe që tashmë është arrestuar nga policia është Nevzat alias Navi Spaho. Sipas policisë së Elbasanit, Nevi Spaho nuk ka pranuar të japë shpjegime, ndërsa dyshohet se ai mund të ketë ndihmuar autorin e krimit të largohet pas kryerjes së veprës përmes segmentit rrugor Elbasan Librasht Prenjas Qafthan. Dyshimet janë se Nevzat Spaho mund të ketë shërbyer si shoferi i personit që ka qelluar mbi Mohallën nga momenti kur ai e ka djegur makinën në zonën e Mirakës, shumë pranë Hotel Ballkan. Tashmë policia e Elbasanit po punon për të lokalizuar dhe arrestuar një person të quajtur Oliver E, pasi dyshohet se ka kryer vrasjen e Mondi Mohallës, duke u mbështetur më pas nga Nevi Spaho nga Prenjasi.